Unë nuk e shoh që janë shumë të brengosur me termin, edhe është shumë brengosëse. Ngrohja globale edhe efektet e tyne po ndihen në mënyrë të vazhdueshme. Edhe pjesa shkencore, e cila në mënyrë sistematike dhe globale ka konsenzus përbashkët në gati 40 vitet e fundit, është që kemi nevojë për ndryshim të politikave që mi ul efektet e tyne. Edhe kjo i afekton një nivel të caktuar të bizneseve, të cilat merren duke nisë për atyre të cilat merren me nxjerrjen, përpunimin edhe tregtimin me lanë fosile. Edhe shumë prej kjo do me thënë edhe që janë pjesë e një sistemi cili është shumë i fortë financiarisht, edhe që ka fonde për me harxhu për lobim, për dezinformim. Lobimi dikur ka qenë maj drejt për drejt, sot përmes botës në komunikim me internet e tjerë, përhapja e lobimit me formën e dezinformatave, edhe të cilat vazhdimisht i shërben një agjende, edhe kjo agjende është kryesisht vjen prej interesave të ngushtë ekonomik, edhe interesave të ngushtë shkurtpamës të politikbërësve në botë, cilët për një arsye apo një arsye tjetër kanë nevojë me u fokusu në diçka tjetër. Populizmi zakonisht është në pjesën e kundërt prej kësaj. Kështu që varësisht në kontekstin në cilin e vëmë, ka shumë arsye sepse po ndodhin, por njëna prej tyre është interesi ekonomik i grupeve të ngushta shoqërore. Po mundën me ardhë prej kujna do tjetër. Rusia është pak si teme veçantë në pjesën, mundëmi të ashtim e shiqu, shtetet cilë të disponojnë me resurse të mëdhaja, të cilat të landëve fosile, janë dire një masë shumë të mire dhe shumë të bukur shtete autoritare. Unë nuk e shoh që janë shumë të brengosur me termin, edhe është shumë brengosëse. E para. E dyta, unë besoj që jemi shumë të ekspozuar ndaj pasojave të ngrohjes globale se sa që besojmë, dhe unë besoj që ka hapësirë shumë të madhe, dhe kjo ka qenë vazhdimisht ngritja tem e temës. E besoj që nuk e ka fokusin ende të dur, edhe nga pozita aktuale në Kosovë, që duhet secili plan zhvillimor për të ardhmen prej strategjisë energjisë, strategjisë zhvillimit, të bazohet në parametrat e qasjes miqësore ndaj mjedisit. Nuk po arrim që të sjellim në fokus primar, që të mund të besojmë se edhe zhvillimi, edhe kreativiteti, edhe inovacioni mund të gjitha paralel të zhvillohen në një hap të përshpejtuar, duke qenë miqësor ndaj mjedisit. Jo domosdoshmërisht duhet të zgjedhemi midis zhvillimit dhe ruajtjes normave mjedisore. Se ky është perceptim i gabuar që sot e dëgjon tek njerëzit. Pse ne të kujdesemi për ngrohjen globale ose për mjedisin, kur vendet tjera zhvilluara e kanë kryer moti kët me praktika që e kanë shkatruar mjedisin, që ne po e paguajmë, e pse e ne kemi mbetur ende të pazhvilluar. Dhe kjo është një farë forme, si të themi, retorike vazhdueshme, e cila mundohet të mbuloj shumë projekte tjera pastaj që nuk e kanë asnjë standard mjedisor. Besoj që ka shumë hapësirë edhe për zhvillim, edhe për rritje të GDP-s, edhe për kreativitet e inovacion dhe zhvillim të degëve të reja industriale në Kosovë, duke u bazuar në ekonominë qarkore, në reciklimin, në politikat miqësore, mjedisore. Mbetem idhëtare kësaj, përkundër që globalisht nuk jemi në trendin pozitiv të kësaj, por unë besoj që kjo është e vetmja, e ardhme, e qëndrueshme për gjithë njerëzimin, e gjithashtu edhe për një vend të vogël siç jemi ne Kosova.